të zbuluar të ftuarin ton të mbrëmjes, i cili në fakt edhe na jep një fillim të mbar të këtij muaji, duke qenë që është i ftuari i parë për dhjetorin. Super të mbar, jo të mbar. Dhe do bëj një lloj paranteze përpara se ta prezantoj këtë të ftuar. Shpesh herë thon se për të patur një atmosferë të mirë, të duhet një DJ shumë i mirë. Nga ata që e luajnë muzikën dhe të vendosin në një gjendje pluskuese, mund ta interpretoni si të doni. Mirë, po ky DJ të luajturit e muzikës e ka thjesht icon e asaj që di të bëj. Me ne në studio sonte është DJ Iliano. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma, përshëndetje Mirë për Iliano tani se duhet. Mirë se u gjej dhe muaj të mbar. Faleminderit. Muaj të mbar. Dhe për gjithë dëgjuesit të Top Albania Po Radio. edhe për ty. Patjetër edhe për mua. Na thuaj njërësie, si ke qenë? Mirë. Çka ke bër? Çka ke bër, çka s'ke bër, pim dhe një kafe. E përgjithshmja mirë. Nisim të muajin e ri. Shpresojmë për gjëra të reja, gjëra të bukura, duke qenë se muaji dhjetor është edhe muaji i festave. Po, edhe ka më shumë ngarkesë, më shumë lëvizje, edhe më shumë punë për më tepër. Patjetër, sidomos për ne DJ-t, dhjetori është pak muaj më impenjativ, me thënë. Duhet ke qenë më i zënë besoj këto kohë, jo vetëm me DJ Leak, siç i the, por edhe me projekte. Po, shumë. Na shuaj një lloj kurioziteti për dëgjuesit të Top Albania Radio. Pse pikërisht Iliano? Çfarë të shtyu të ndërtojë këtë lloj personazhi për veten tënde? Tani emri im i vërtet është Ylli. Që i vogël, kur unë pretendoja dhe mendoja dhe dëshiroja shumë që të bëhesha DJ, në Top Channel ka pas qenë një kafe, nëse mund ta them. Patjetër. Ka pas qenë Ili kafe dhe nga Ylli mua më thoshin Ili këto të shkollës, si me në thonjza si me përkëdheli. Dhe Ili, okay, mendoja si do ishte, si do t'i ngëllonte nëse unë do isha DJ në një të ardhme, dhe aty u krijua kjo ideja e Ilianos. Kjo ka qenë ura lidhse e Ilianos. Do të thënë ta mora panin gjëre kuqe. Ska gjë, nuk ka problem, vazhdo. Do të thënë e ke ruajtur emrin, pra Ylli e ke futur te Iliano brenda disi. Edhe ka dhe Ylli në ballë për më tepër. Ka dhe Ylli në ballë që si mos ta ketë. Po tani dëgjoj se po bëja edhe këtë paralelizëm midis festave të vitit të ri që është gjithmonë ai Ylli si për pemës. Besoj në rastin e Ilianos e ka si për pemës, si për kokës. E ka si për pemës, si për kokës dhe këtu. Pemën pa yll, domethënë. Një sekond. Je vetë Ylli pra. Dhe këtu në studio ne pemën e kemi pa yll momentalisht dhe kur të mbarojë emisioni ne do të varim të aty. Megjithëse. Shko të hipësh atje. Mirë, i bie, domethënë ti dëshirën për të bërë DJ e ke patur që shumë herët apo jo? Nëse mund na rrëfesh pak më shumë nga historia jote? Ka qenë si dëshirë, jo adoleshent, po më shpejt se adoleshent, mund të themi diku te klasa e 6-7. Atëherë muzika ka pas qenë më e kufizuar se sot, ne dëgjoni vetëm radio, YouTube patjetër që nuk ka pas. Top Festi ka qenë një indicje shumë e madhe, dhe normalisht si ndjekës i madh i Top Festit. Pastaj kur kam qenë unë i vogël, muzika që ka qenë trend ka qenë muzika hip hop. Me çunat e lagjes, krijuan atë grupin ton, hapëm një studio të vogël duke bërë hip hop, pastaj duke filluar DJ Leakun në këto eventet e ditëlindjet e shkollës, këto eventet që bënim me shkollën, këto festat e shkollës, dhe duke kaluar kohë, duke përvetësuar, duke marrë pak më shumë me studio dhe arritëm këtu ku jemi sot. Me që më përmende studion, doja të pyesja në fakt se si u themelua Baba Records, nëse jam e sakt, po cilat ishin sfidat e para e të qenurit një sipërmarrës në industrinë muzikore? Me çunat, duke qenë se është kjo që thash që ne bënim hip hop, un kam qenë bëja pjesën e DJ-t edhe beateve. Çunat ishin performues dhe kishim një studio simbolike të vogël, aty krijonim këto këngët e para, pastaj filluam të merrim pjesë në Top Fest, prapë me çunat. Aty lindi magjia nga ajo studio e vogël. Dhe aty morëm atë spunton, kur morëm pjesë në Top Fest, tham se prekëm qiellin. Domethënë ai ishte maksimumi që ne mund ta rinim në atë kohë, duke qenë se ishim dhe të vegjël. Eksperiencë nuk ishim, rrjete sociale nuk ishim, interneti ju thashë, nuk kishim ku të mësonim, ku të lexonim për muzikën, dhe kjo ka qenë spunto e parë, domethënë studio. Pastaj çuna tu troqën, unë hip hop nuk bëja dot duke qenë se unë nuk jam performues, unë bëj pjesën e muzikës nga mbas. Dhe nga hip hopi kalova këte remixet, remake-et e këngët vjetra, duke sjell tuaja, pastaj u bazova te shqiptare. Shumë bukur. Flasim për vitet 2000, kam përshtypjen, ëh?
2000, 2002, 2003 këto 2000, vite. pra fillimi i viteve 2000. 2000. Po mirë, unë kam vënë re që muzika e viteve 2000 po rikthehet me ritme shumë të shpejta, edhe në këto remake-et e të tjerë që janë shumë të bukura, muzikë për veshët tonë, siç i thonë edhe në kontinentin perëndimor. Si producent që ke filluar pikërisht në atë periudhë, cila mendon se është arma më e fortë e një DJ? Duhet i ndjekim në trendet në këtë rast, edhe trendet e rikthyera, pra siç është edhe muzika 2000 që po rikthehet. Patjetër, besoj këngët e vjetra janë terapi. Unë kështu i konsideroj këngët e vjetra. Besoj dhe që muzika për momentin është pak shterp, jo vetëm në Shqipëri, po pothuajse në të gjithë botën. Gjithandej po dëgjojmë këngë të vjetra që rikthehen në versione të reja. Nga krau tjetër shohim që vera që kaloi për shembull mund të ishte me 1 ose me 2 këngë hite që DJ-t kishin mundësi që të luanin, pjesa tjetër ishin këngë të rikthyera të vjetra në versione të reja. Po pse mendon që ndodh kjo, duke qenë që prodhimtaria sot është shumë e larmishme, ke shumë artistë që disa bëjnë. Dhe ke shumë jetë në dispozicion për më tepër. Ke shumë jetë në dispozicion, ke disa artistë që bëjnë, disa nuk bëjnë, por prodhimtaria është shumë e lartë nga çka qenë më përpara, ndërkohë muzika e mëparshme vlerësohet shumë më shumë edhe sot. Patjetër. Si e shpjegon ti këtë fenomen? Sepse sot bëhet biznes, nuk bëhet më muzikë. Qëse më përpara bëj muzika me pasion, as kush nuk e kishte idenë se si do este kjo këngë, as këngëtari, as producenti nga krau tjetër. Ndërsa sot kemi shumë prodhimtari, patjetër që kemi mundësi që të bëjmë muzikë që nga inteligjenca artificiale, që për mendimin tim po prish punë, se sa po bën punë, po krijon këngë 1, 2, 3 mujoshe, këngë karamele i quajmë ne, që janë thjesht për një kohë të caktuar, ama këngë që kanë atë konstruktin e dur, tekstin dhe mesazhin, absolutisht që nuk ka. U bë një kohë shumë e madhe që u thash muzika shqiptare sidomos, po edhe në botë, po kalon një ngërç shumë të madh. Ja në mungesë po thua ti. Domethënë ajo që ti thua me pak fjalë është në ato kohra kur ju nuk dinit asgjë dhe nuk kishit absolutisht asnjë lloj mënyre se si të parashikonit tecurinë e një kënge apo edhe materiale që mund të përdornit për ta bërë, është ajo shpreha domethënë që kur të lind nevoja duhet të bësh diçka, pra në mungesë të diçka e ti e ke dëshirën më të madhe. Kjo ndoshta është ajo që do të thuash? Po, frymëzimi besoj atëherë ka pasion më i madh. Mungesa e informacionit besoj se sot më shumë prish punë se sa bën punë. Informacioni shumë i madh, inteligjenca artificiale dhe interneti, nuk besoj se mund të sjellin krijimtari që mund të ngelet për një kohë të gjatë. Nëse në sport maksimumi që mund të kap një sportist është medalja e artë, një artist, unë e mendoj si artist, maksimumi që mund të vlerësohet është që kënga e tij të jetë pjesë e 100 këngëve të shekullit në këtë. Momentalisht nuk kemi nga. Nga ana tjetër pastaj besoj në vitet e tua të karrierës, ty të ka rastësur që të punosh me shumë njerëz të ndryshëm, të profileve të ndryshme muzikore, edhe ke patur edhe bashkëpunime të shumta që të kanë bërë ndoshta të njohësh njerëz të kategorive të ndryshme. Çfarë ke kuptuar ti prej këtyre marrëdhënieve, nëse ke nxjerr, po themi diçka, një konkluzion apo nga bashkëpunimet? Po, edhe nga bashkëpunimet, edhe nga njohja e njerëzve që shqiptarët, që artistët shqiptarë janë shumë të frustruar. Pse? Të frustruar artistikisht thua apo? Patjetër, artistikisht, pra se nuk i njoh edhe reale. Që është shumë patjetër që neve rrjetet sociale na i kanë thjeshtuar shumë si gjë. Domethënë, nëse më përpara ka qenë shumë jashtëzakonisht shumë e vështirë që ti të kontaktoje një artist, sot është shumë e thjeshtë. Mund të gjesh faqen e rrjeteve sociale, mund ta kontaktosh edhe patjetër nëse nga krau tjetër ka dëshirë, ti mund të realizosh një bashkëpunim. Dhe këtu mendon ti që qëndron frustrimi apo? Jo, dhe në momentin që ti e kontakton, mund të të kthejnë përgjigje pastaj për një kohë shumë të gjatë të sorollatin. Edhe kjo gjë nuk realizohet kur sorollatin. Po pse mendon që e bëjnë këtë gjë në momentin që ato, domethënë, marrin një benefit nga ty dhe ti ofron diçka në këmbim? Sepse shqiptarët, duke qenë se artistët shqiptarë kanë shumë problem dhe nuk janë inovativ në sensin që të evolojnë, të krijojnë diçka të re, një stil të ri, një këngë të re që mund të jetë provë për ata, po që patjetër mund të rezultojë suksesshme. I rin besnik atij stilit vet, atij kompozitorit vet,
dhe rin po të njëjtat ura. Ne kuptoj. Mirë, ne në fakt kemi krijuar një atmosferë shumë të bukur këtu me DJ Liano dhe do të hidhemi për të dëgjuar një prej remikseve të tij më të njohura është varianti i tij i këngës legjendare të Kozmadushit Erdhi pranvera. Ne do të rikthehemi vetëm pas pak për më shumë pyetje. Ne kemi nisur shumë bar sepse kemi një super të ftuar që ende është me ne këtu në studio, ai është DJ Liano dhe ne do ta ngacmojmë edhe pak për të gjithë profilin e tij profesional, qoftë si DJ, qoftë si producent, qoftë edhe si një kontribues shumë i mirë i muzikës shqiptare moderne. Iliano, si DJ, ti e deshifron muzikën pa folur, pra kjo besoj që është e mirë qenë. Vetëm nga ritmi dhe energjia e saj. Nëse duhej ta përshkruaje publikun shqiptar me një beat, çfarë beati do ishte? Çfarë zhanri, beati, sa i shpejt, temperamenti? Duket ja ngacmove mendimet tani. Ngacmova pak. Besoj techno. Techno. Pse? Muzika elektronike techno është pak e shpejt, e zjarrt, kështu jemi dhe një shqiptarët. Të rëmbyer. Se faktikisht techno nuk prisja. Po pra, asu nuk e prisja sepse techno në përgjithësi, domethënë nga ana komerciale kështu nuk është se mirë pritet shumë. Domethënë se ka ca paragjykime, ndoshta. Po, është e konsumuar goxha nëpër festivale, sidomos në verë, po më duket si popull, megjithatë në aspekt figurativ bën edhe shumë sens. Në aspektin figurativ. Po, në aspektin figurativ besoj techno do ishte perfekt. Po pse jo ndonjë popullore për shembull? Në një remix i technos dhe popullores. Brezi i ri besoj ka te kaluar këtë popullore. Brezi i ri qëndron te techno. Kjo gjenerata Z e ka çuar te techno. Po. Mirë, në punën që ti bën, patjetër përballesh me plot njerëz e turma të tëra. Ka ndodhur ndonjëherë ndonjë situatë komike që të ka ardhur ndonjë fanse për shembull te poltroni DJ-t dhe ka pasur një kërkesë të çuditshme. Për shembull që na kaq lek dhe më vi këtë këngën, ose ka qenë tap për shembull edhe të ka ardhur të ka ngacmuar dikush, ose nuk e di, diçka e çuditshme që të ka ndodhur që e mban mend. Për të ngacmuar, ja, se tani ky breziri që thash duke qenë se jeta natës ka ndryshuar. Brezat që po e bëjmë për momentin jetën e natës nuk kanë lidhje me atë brezin tim. Po situata komike ka plot. Mund të cek një që ka qenë një moment para 4-5 vitesh. Vjen një gocë, ishte rrotulluar 3-4 herë shkret apo kërkonte tualeti, nuk po e gjente dot. Ishte lokali plot. Mos më thuaj që ul aty te DJ-i dhe ta gjeta tualeti. Erdhi pyeti dhe unë e pash ishte gjithë siklet, thash ta rrotulloj edhe unë 1-2 herë, po pa të keq. Ta rrotulloj, i bëre edhe DJ. Jo, dhe i thash që janë në kat të dytë, ndërkohë që nuk ishte në kat të dytë. Kati i parë ishte vetëm, nuk ishte kat të dytë. Dhe ai kishte 10 minuta që rrotulloi prapë dhe pyeste çunat e shërbimit se ku ishte kati i dytë ose ku mund ngjitej për në kat të dytë. Dhe ata i thoshin që s'ka. Ajo thoshte ka. Jo s'ka. Si përfundim u zbraza. Nuk e mora vesh se çunat më thanë fund që kështu një gocë që kishte orientuar, tipo që ishte më shumë për ta ngacmuar. Domethënë ti situatën komike e bër edhe më komike akoma, e ndërlikove edhe më shumë për të bërë skeç në portokalli, domethënë në gjithë kjo situata. Mirë, në fakt ti ke performuar në shumë turma, siç e tha edhe Davidi, besoj se cila prej tyre ti jep nga një ndjesi ndryshe dhe aq më tepër. Ti ke eksperimentuar edhe me remikse të këngëve të ndryshme, duke përfshirë këtu pak më konkretisht Erdhi pranvera nga Kozmadushi që ne e luajtëm dhe pak më parë, luaj nga Vesaluma dhe Digi Digi të Inusa Dauda, të cilat janë thjesht disa prej varianteve të tua të këngëve më të dashura për publikun. Ti, unë ta thash në fakt edhe për pakuintave që i ke dhënë më shumë jetë, diçka që xha ka pasur shumë jetë brenda. Si të lindi ideja për ta bërë këtë lloj nisme, nëse mund ta quaj kështu? Me thënë drejtën, krijimtaria është pak e vështirë momentalisht, sidomos për një DJ që patjetër synon që të tërheqë vëmendje dhe mënyra më e mirë për të tërhequr vëmendjen janë remake-et e këngëve të vjetra. Duke qenë se siç e diskutuam, njerëzit kanë nostalgji për këngët e vjetra dhe gjithandej paktën nëpër klabe dhe nëpër lounge luajnë këngë të vjetra në versione të ripërpunuara. Lindi si ide duke qenë se këngëtarët që sapo përmendë unë i kam miq edhe normalisht me atë tendencën për ta risjellë si këngë. Unë kam qenë një fans i këngës Luaj që kur Vesa e krijoi për herë të parë që kur e prezantoi. Këngën e Kozmait nuk e njihja me thënë drejtën, nga rrjetet sociale dhe nga YouTube-i e dëgjova. Më pëlqeu dhe i shkruaj të ram dakord dhe ka qenë një mënyrë nga ana ime, një strategji në thonjza për të tërhequr vëmendjen edhe për të deportuar më shumë në muzikën shqiptare. Domethënë ti ke marrë atë terapinë e muzikës së vjetër siç e shpreh edhe më përpara dhe e ke rikthyer në një formë më moderne që të kapësh edhe një platformë, një territor muzikor të industrisë. Po me Inusa Daudën si u puqe?
Me Inusën ishte, do më qofse do ta mendoja të vështirë në krahasim me Vesën dhe me Kozmajn apo me këngëtar të tjerë që unë kam bashkëpunuar si Evi Reçi e tjerë. Me Inusën ishte shumë e thjeshtë. I shkruajta, mu përgjigj, edhe sinqerisht kjo vërteton atë që diskutuam që parë, që artistët e huaj janë shumë pozitiv dhe shumë bashkëpunues. Më kërkoi që t'i dërgoja një demo, ja dërgova, i pëlqeu, e këndoj dhe ajo që mua më çuditi dhe sinqerisht unë jam pa fjalë në krahasim me bashkëpunimet e tjera është që Inusa xhiroi një videoklip në shtetin ku jeton, ai jeton në Gjermani, biles më ftoi po nuk u bëm dot mbar. Xhiroi një video kastile për remake-un e këngës dhe versionin e ri që ne sollëm të Digi Dig. Po me Vesën, për shembull, si ka qenë eksperienca se ti përpara kujtave na rrëfeve që kishte edhe një lloj marrëdhënie ndoshta pak më të ngushtë, nëse mund ta quajmë kështu? Po, me Vesën e kemi pas qenë në Big Brother 2 më duket, ishte Vesa e ftuar dhe po ishte Vesa e ftuar dhe unë bëra pjesën e DJ-it për Vesën. Përveç asaj me Bigun jemi shumë miq. Kam dhe një bashkëpunim me Gerin që besoj dhe uroj shumë që nga ky muaj ose nga muaji janar ta prezantojmë. Dhe nga Geri Vesa u krijua kjo ideja për të sjell luaj, duke qenë se kënga po luhet me thënë drejtën. Kënga para se unë ta risilla luaj. Po cilësia ka qenë shumë e dobët, duke qenë se flasim para 10 viteve, mos më shumë besoj. Dhe normalisht edhe një interesin e Vesës në këtë rast, po dhe të këngëtarëve të tjerë është që kënga të risillet me më shumë kualitet, me më shumë cilësi dhe në një version që pse jo mund të patjetër unë nuk pres që versioni që ne bëm të thyej atë versionin origjinal, se origjinali është origjinali. Po megjithatë ka një tingull tjetër. Ka një tingull tjetër duke munduar që ne të ruajmë atë esencën e versionit origjinal. Tani ti thua e kemi kesh Vesalumën. Po. Të sfidoj pak unë ty tani live këtu? Sfidoje çik, se edhe mua po më shkonte i njëjti mendim. Po. Dgjoj, na e merr një Vesalumën tani live këtu në Top Albania Radio dhe ti bëjmë disa pyetje ose në një ngacmim të vogël. Se dhe i kishe thënë që do ishe këtu. Po. Jo, po me që e kam i kesh pra. Ta provojmë. Janë zorën me gjithë sekretet. Sa mi kesh e ka Vesalumën. Ishallah i përgjigjet, ë? Besoj që po. Po do t'i përgjigja, do t'i përgjigjet. Ta shikojmë mirë, një lloj sfide e këndshme për. Na e vendos tek mikrofoni. Ta shoh bie apo jo, po që bie. Presim. Hajde, inshallah hap. Suspans. Alo? Vesa si je? Mirë, faleminderit, kush është? Iliana jam, DJ. Iliana, më falë, se nuk sa një ta numrin se jam jashtë dhe me zi po të dëgjoj. Ska gjë, si jeti? Mirë, si jeti? Mirë, janë në Austria për momentin. Je jashtë. Si e shuni? Po, mirë janë. Geri? Faleminderit, shumë mirë janë që gjithë. Shumë faleminderit. Ju si jeni gjithë, a jeni mirë? Mirë, të gjithë mirë. Faleminderit. Tani unë të mora se jam në Lanço, në Top Albania Radio. Dhe duke qenë se u folëm dhe diskutuam për remixin dhe remake-un e këngës Luaj, më kërkuan që të merja dhe e para të përshëndesin. Jam me Ermën dhe me Davidin. Mirëmbrëma Vesa. Mirëmbrëma, ju përshëndes dhe unë shumë fort. Sa pozitive. Dhe kishin dëshirë që të bënin një ca pyetje, po për te asaj duhet që të donin, më saktë që të faktonin atë misin tënde me mua. Vesa, si të zhdukur bashkëpunimi me Ilianën për këngën Luaj? Sa mirë e ka bërë punën? Me thënë të drejtën, kënaqësi shumë e madhe me punu me Ilianën, sepse përveç që është djalë shumë i talentum, është edhe puna ati më ka bo jashtëzakonisht shumë përshtypje, po është edhe djalë shumë i mirë. E kemi bashkëpunëtor shumë të ngushtë edhe unë edhe Geri, kështu që shumë i mirë. Është shumë i mirë, shumë tha. Keni ndonjë bashkëpunim tjetër në horizont ndoshta? Varet nga koha që ka Iliana, sepse është edhe shumë i zënë. Unë kam përshtypjen që kaq mikesh sa të ka, Iliano i lë të gjitha punët edhe lirohet për ty nesër. Tjetër që po, ne kemi gjithmonë shumë kënaqësi, sidomos përveç këngës Luaj edhe bashkëpunimin që kam pas me Fatjet Lushin, po është dy syte dhe
një këngë që me ka bashkë me Gerin, përfundimisht ato që i ngrejnë pesh sa herë këndoj unë në klub apo në koncerte në evenimente, kështu që duket puna serioze. Po shpresoj që kam e vazhdu në këtë mënyrë dhe mos na shkoj jashtë prapë, po të mbetet aty ku është, mos na lëvizi më. Bukur, me të gjithë brilancën artistike që ju karakterizon të dyve, Vesa unë dua të kap pak mat tani në flagrancë dhe të të bëj një ftesë që ti të na bashkohesh në Lanço. Okej. Do na vish? Ku më ardhë, më falë? Kur të kthehesh nga Austria në Top Albania Radio, të presim në Lanço për të na folur jo vetëm për këtë bashkëpunim, po edhe për karrierën tënde artistike. Me shumë qef, kur të doni pa problem. Veç mos jetë premtë të shtune. Jo, ne pikërisht ato ditë nuk jemi në transmetim, kështu që i kemi rënë bingos në këtë rast. Shumë faleminderit për ftesën me kënaqësi. Faleminderit shumë edhe ti Vesa. Shumë faleminderit që ishe me ne, faleminderit Iliano që e bëre këtë lidhje të mundur. Suksese, kemi fesare kemi. Faleminderit Bes të përqafoj të fala shumë Gerit edhe dëgjemi prapë. Faleminderit shumë fala Gerit si të Gerit. Faleminderit, të përshëndes për çap paçi. Kjo ishte një sekuencë shumë e bukur që patëm midis miqësisë me DJ Iliano dhe Vesa Lumën. Ne në fakt do të hidhemi për të dëgjuar remixin e këngës Luaj nga Vesa Luma, sjell pikërisht nga DJ Iliano. Do të rikthehemi vetëm pas pak për disa pyetje të fundit për këtë super yll me DJ Iliano në studion e Top Albania Radio, ku për çfarë sfolëm dhe çfarë zbëm, dhe për ata që ndoshta e humbën pak më përpara, kishim një telefonat ekskluzive me Vesa Lumën. Ajo foli për bashkëpunimin që ka me DJ Iliano për remixin e këngës Luaj dhe për më tepër pranoi dhe ftesën tonë për të qenë pjesë e Lanço. Për të qenë pjesë e Lanços, do unë dua të rikthehem rrjedhës së intervistës tonë me një pyetje shumë jo provokuese, po një pyetje që do një përgjigje më analitike ndoshta. Muzika e sot me Iliano shpesh kritikohet se është shumë komerciale. Sipas teje, ku qëndron balanca midis artit dhe tregu, dhe kur e kupton që një ide muzikore po e humb atë shpirtin ose esencën që e bën atë një këngë të konsumuosh për publikun për hir të algoritmit? I paske këto pyetje të fundit. Bom fare. Jo, nuk para mendohem, po më përgjithësi, po më vë hera dytë që po më vë kështu në mendime. Po ta bëj krahasimin me artist. Po. Dhe do përmend një vetëm. Është njësoj si të bësh një krahasim midis Alban Skënderajt, që bën art, edhe muzikë, edhe jo muzikë komerciale, ose më saktë, bën muzikë komerciale, po bën një sa për të thënë që e bëra, edhe vazhdon me atë strategjinë e vet, frekuencën e vet, dhe masës tjetër së artistëve shqiptar. Okej, do me thënë sipas teje Alban Skënderaj është ajka e muzikës, që ka të Chelsea pra mes komerciales që nuk bën muzikë komerciale. Okej. Do më thënë, në vetvete ti nuk mendon që muzika komerciale është e keqe, po thjesht nuk duhet të mbi përdoret, ndoshta në repertor? Gjithandej ka muzikë komerciale, me thënë drejtën. Por muzika komerciale ka një limit. Do me thënë, tu në Shqipëri po keq përdoret muzika komerciale, dhe si shua thashtë më përpara është bërë në biznes. E vërtet, po. Qofse muzika kalon në biznes, që do me thënë koncerte të ardhura tjere, pa tjetër që synimi këngëtarit është koncerti. Muzika ka shumë shpenzime, audio, video, që normalisht duhet të përkthehen të ardhura nga këngëtarët, dhe koncertet janë ato që ata presin që t'i gjenerojnë. Po, duke qenë se momentalisht që flasim, jemi muaj dhjetor, dhe nga vera dhe deri tani muzikë shqiptare që flasim hite, numërohen me gishtat e njërës dorë, jo me të dyja. Do me thënë që momentalisht, përveç se po është një periudhë shumë e vështirë për muzikën shqiptare, po është kjo muzika komerciale që po prish punë. Për te asaj pastaj, ka hyrë dhe inteligjenca artificiale jashtëzakonisht shumë, që është duke prishur shumë punë, dhe muzika e vërtet është duke çaluar. Do me thënë, këngëtarët dhe artistët që bëjnë muzikën e vërtet për mua janë pak më të trequr momentalisht. Është zbehur pra magjia e muzikës tua ti. Po mirë, ti ke bashkëpunuar me shumë artistë shqiptar dhe të huaj. A ke një bashkëpunim ëndër?
që do ta realizosh se s'bën me këtë artist. Dhe në këtë rast jemi live në radio, mund t'ja bëjmë neve, unë edhe Erma, i bëjmë një thirrje direkte. Bëjmë ne se beb, domethënë. Atij personazhi. Unë jam rritur me muzikën e Flor Mumajesit dhe patjetër që një bashkëpunim me Florin do ishte një ëndër e bërë realitet. E realizuar. Flor, nëse po na ndjek, ta dish që DJ Iliano të ka në pikë synim. Unë jam një ndër ata se janë Mirë, po DJ Iliano të ka në vëmendje, ta dish. Vendose në prioritet artist i kësaj shkalle si jo vetëm si DJ por edhe si producent, patjetër që duhet marri përparësi në këtë rast. Kështu që Flori, aty syt. Dhe një pyetje shumë, domethënë, më të përmbledhur për të përmbyllur këtë super intervistë dhe të fundit fare, çfarë na pret nga DJ Iliano? Unë kam mbaruar, kemi realizuar një bashkëpunim me Besën, Besa Kokdhimën, kemi xhiruar edhe videon. Sa bukur. Pjesa më kryesore e kësaj është që unë nuk merrem më që nga data 1 që jemi sot, nuk merrem më me remixe dhe me remake sepse duke që se kam pas shumë probleme me të drejtat autorit. Flas probleme për këngët, jo probleme kështu personale. E kuptoj, jo konflikte. Po, e drejtë. Dhe në fund bën një llogari me veten dhe del që ke humb shumë kohë për shumë këngë që jam shih dhe nuk ekzistojnë më në platformat muzikore, që nga Parashevi Simaku, me cilën unë i kam bërë 2-3 remixe me kërkesën e saj, me lejen e saj dhe të familjarëve të vet. Unë kam kontakt direkt me Parashevin, me Eltonin, me Nipin e tjerë. Dhe ato këngë janë hequr nga kompozitorët me të drejtë, duke qenë se ata janë autorët e këngës, po ato të ardhura që mund të kenë gjeneruar ato versione që unë kam bërë, mund të kenë qenë shumë minimaliste. E kupton? Domethënë dëmi që unë kam marr nga heqja, jo nga heqja, po nga ai reporti që ata më kanë bërë. Ka qenë shumë më i madh se sa të ardhurat që ato këngë mund të gjeneroni. Dhe kam nxjerrë mësimin që nuk merrem më me remixe. Dhe që t'i kthemi pyetjes, ndjes se u zgjat pak. Jo. Është një këngë që quhet Ylli Polar me Besën, që me shumë mundësi del këtë javë ose javën tjetër. Mbas Besës kam një bashkëpunim me Gerin, me Bigun. Super. Që është dhe kjo është krijimtari dhe me Bigun kemi përfunduar audion, po presim video se Geri ishte në Austri dhe është duke lëviz, është duke lëviz pak. Pastaj kam demo plot, ide plot, do gjërat mira. Të mbyllim një herë 2025 me këngën me Besën, pastaj shpresojmë për gjëra akoma dhe më të Me bukura. lajme sa më të mira dhe ekskluzive që patëm këtu në Lancho, ne përmbyllim dhe një super intervistë me DJ Iliano. Faleminderit shumë që ishe me ne dhe që na dhe kaq shumë detaje të bukura lidhur me krijimtarinë tënde. Ne të presim së shpejti, qoftë në krijimtaritë tua të ardhshme, qoftë edhe për ndonjë intervistë tjetër të bukur, pse jo. Ne do të shkëputemi për të dëgjuar Digi Digi, variantin e DJ Iliano nga Inusa Dauda, dhe do dëgjojmë në pjesën e dytë për dëgjuesit tan. Faleminderit Iliano. Faleminderit shumë.